I pam statistikat, i pam shifrat me atë që ndodhi në Maqedoninë e Veriut këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar dhe me vitet e tjera. Tani do të fillojmë diskutimin ton dhe me kë më mirë se me Pirot Firatin, do të flasim sot për këtë temë më detajisht. Mirë se erdhe, kënaqësi të të kemi. Mirëmëngjes Alisa, faleminderit për ftesën. Atëherë, i pam statistikat, a janë këto statistika vetëm një numër apo një sinjal më i thellë, një krizeje që pëndodh në shoqërinë tonë? Mendoj që këto statistika veç e tregojnë pasqyrën e përgjithshme çka po ndodh me shoqërinë tonë. Megjithatë, mendoj që këto nëse i marrim dhe shikojmë statistikat tregojnë për diçka më të thellë se çysh po funksionon shoqëria jonë. Dhe nëse e shohim se çysh po funksionon shteti, shoqëria, familja dhe krejt në fund individi, mund me pa që statistikat janë diçka që duhet të alarmojnë shkollat, duhet të alarmojnë institucionet, duhet të alarmojnë edhe shoqërinë në tërësi, akterët si psikolog, sociolog ose të gjithë ata që janë edhe në akademi që punojnë drejt vedisimit të shoqërisë rreth këtyre fenomeneve. Çfarë na thotë rritja e përdorimit të drogës, sidomos gjatë këtyre viteve të fundit, për gjendjen psikologjike veçanërisht tek të rinjt dhe adoleshentët tanë si një grup pak më sensitiv? Mundemi me thonë që rritja e përdorimit të drogave thjesht tregon si pasqyrë se të rinjt janë në kërkim, fillimisht janë në një dhimbje emocionale. Mendoj që kjo është një prej formave që mundemi me kuptu prej statistika. Tjetra është që ata nuk po gjejnë shërim as në familje, nuk po gjejnë, kur po them shërim, nuk po arrin të plotësojnë nevojat e veta brenda familjes, nuk po arrin të plotësojnë nevojat e veta të vetën e vet brenda rrethit shoqëror, as brenda institucioneve të cilat kujdesin për mirëqenien dhe shëndetin e trive. Dhe një prej formave ku ata po gjejnë ngushëllim, ata po e gjejnë vetën është edhe përdorimi edhe keq përdorimi substancave të ndryshme. Nëse ndalemi tek tema se pse njerëzit i drejtohen drogës, cilat janë ato arsyet më të shpeshta ku njerëzit shtyjnë, tentojnë të provojnë për herë të parë drogën? Mendoj që përgjithsisht është e njëjta përgjigje, është kryesisht ka të bëjë me dhimbjen, kryesisht është dhimbje, le të themi psikologjike, emocionale, është ose zgjidhje për dhimbjen ose është ikje nga dhimbja. Megjithatë, nëse e shohmi këtë mekanizëm se si po lëviz i riu, pra po përjeton një dhimbje, ka një dhimbje të brendshme dhe këtë dhimbje nuk po ka mekanizma se si ta zgjidh, nuk po din mekanizma se si ta zgjidh dhe ajo që po i lihet si opsion i lirë është përdorimi i substancave. Dhe ky mekanizëm është jo vetëm i dëmshëm për vetë individin, po është i dëmshëm ashtu që shurcek për gjithë neve, sepse çdo individ është pjesë e jona. Kështu që mendoj kryesisht arsyeja se pse përfundojnë disa të rinj deri te përdorimi i substancave është kryesisht çështë krizat personale dhe çështje kontakti me vetveten ose rritje personale. E pam edhe më herët tek kronika ku sociologu Musa Musai foli për një rreth vicioz që krijohet nga përdorimi i këtyre substancave. Si ndodhej kalimi psikologjik nga provimi i substancave më të lehta për herë të parë, më pas tek kalimi i substancave më të rënda tek individët? Mendoj që kjo duket si një arsye, edhe rrëfehet si një arsye prej të rinjve kurioz që vetëm deshta me provu. Megjithatë, mendoj që edhe nga eksperienca klinike, mendoj që mbrapa kësaj nuk është kurioziteti për ta provu, është në faktikisht nevoja me ik prej dhimbjes që përjeton, nevoja me ik prej ballafaqimit me krizat personale që ka. Pra është një lloj terapie që e ban individi për veten ose i riu për veten. Është një lloj trajtimi që ja jep vetes për me shëru vetveten. A është i gabuar, nuk po e diskutojmë ndoshta deri aty, megjithatë, a është, unë më shumë e shoh si një zgjidhje, edhe zgjedhje e vetja për ta trajtuar vetveten, më shumë se sa kuriozitet vetëm me provu dhe vetëm me eksploru se si do
duket Por që zgjidhje kjo që qonë në pasoja shumë të. Sigurisht. Pastaj mundemi mu zgjeru te pasojat e rënda për individin, për veten e tij, për rrethin e tij familjar dhe për rrethin shoqëror. Gjithashtu është shumë e rëndësishme, gjithashtu unë i vendosi një tekst të veçantë edhe korrelacionit që ka individi me shtetin. Për shkak që shpesh herë qoftë në literaturën rreth përdorimit të substancave nga të rinjt ose të rriturit, nuk është vështirë ta gjejmë një korrelacion të tillë, megjithatë është një lidhje shumë e fortë midis të tri komponentëve, individit, familjes, shoqërisë dhe shtetit. Për shkak që edhe shteti pëson, sepse edhe shteti do të duhet të kujdeset për ta. Do duhet të kujdeset për ta në çfarëdo ambienti, qoftë në një ambient jashtë shtëpisë, le të themi në rrugë, qoftë në një ambient të izoluar siç është burgu, ose në ambiente të tjera të cilat trajtohen personat që kanë nevojë për ndihmë dhe kërkojnë ndihmë për këtë vështirësi të vete. Çfarë ndodh në tru edhe në personalitet gjatë këtyre kalimeve graduale nga substanca në substancë ose nga një gjendje krejt normale, emocionale në kalim të përdorimit të substancave narkotike? Kisha me thonë, thuhet që ka një lidhje, mendoj që ka një lidhje midis tipareve të personalitetit, ato që janë më të dominante brenda individit dhe llojit të përdorimit të substancave. Le të themi për shembull, mundemi me pa që të personat të cilët kanë ankth të kronik, të cilët kanë pasiguri dhe kanë temë frikën, mungesën e autoritetit të vetës për me vendos kufi e tjerë. Pasiguria që shoqërohet dhe vjen me këtë për të qenë prezent me veten, me bashkëshorte, me familje, me fëmijë, me shoqëri. Kryesisht janë persona që le të themi përdorin substancat të cilat janë më të buta si alkooli, benzodiazepami që është shumë e përhapur në shoqërinë tonë e cila jipet pa asnjë konsultim me profesionist, po e cila përdoret dhe shfrytëzohet për ta qetësuar sistemin nervor. Për shkak që gjendja psikologjike e personave të tillë që përjetojnë një gjendje anksiozë, pasigurie, sidomos në një periudhë kronike, shkakton edhe dëmton edhe sistemin nervor. Prek sistemin nervor në veçanti, kur themi të sistemi nervor, prish gjumin, prish funksionimin, tensionin e gjakut, prish sistemin digestiv, prish edhe shumë elemente të tjera të cilat janë shumë të nevojshme për një funksionim normal dhe të shëndetshëm në përditshmërinë e tyre. Kemi shembuj të ndryshëm, megjithatë do të rezervohemi në këtë aspekt për shkak që mos të duket sikur fall, kur themi që personat me tipare të tilla janë më të predispozuar të përdorin një lloj të caktuar. Sigurisht që kjo për audiencën është tejet interesante dhe është zgjon kurreshtje. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme të përçohet deri te audienca dhe publiku edhe të gjithë të rinjt është që përdorimi i çfarëdo substance me çfarëdo qëllimi për ta zbut dhimbjen, për ta shëruar dhimbjen, është jo i duhur dhe është gjithmonë i dëmshëm. Një ikje e përkohshme. Kjo është tendenca e tyre. Tendenca është për ta qëllimi i tyre është shumë i pastër, është me gjetë një zgjidhje të përhershme për një problem të përkohshëm. Ajo që ka ndodh me përdorimin e substancave, ata krijojnë një problem të përhershëm pas një zgjidhje. Edhe kjo është fatkeqësisht mungon edhe vetëdijsimi për këtë. Nuk e kuptojnë drejt dhe mirë se si po përfundojnë deri atë në gjendje. Çka është e përmendëm më herët, cili është motivi, cili është shtytja deri te përdorimi i substancave. Edhe zakonisht është e thjeshtë, zakonisht janë krizat personale dhe le të themi
psikoemocionale që e drejtojnë dhe udhëzojnë në veçanti një të ri, por çdo person drejt përdorimit të substancave. Këtu vetëm dallon se në çfarë ambienti është të rritë dhe është ekspozu individi, për shkak që varet edhe faktori familjar, nëse është të rritë në një familje neglizhuese ndaj individit, sigurisht që ky person është më i predispozuar që me përfundu deri te substancat, në krahasim me personat të cilat kanë pas një familje kryesisht stabile, prezente, mirë po që kanë nevoja psikoemocionale të paplotësuara dhe krijojnë varësi të tjera dhe varësit janë sigur për shembull puna, karriera, mundet kafja, kafeina, nikotina, edhe këto janë varësi. Megjithatë, këto prap janë varësi të dëmshme edhe këto. Pra, le të themi, sidomos sot në kohën tonë, gjeneratat e tona, kemi kjo pjesa varësia ndaj karrierës dhe varësia ndaj imazhit, ndërtimit të një imazhi sa më perfekt, sa më të lumtur, është një varësi e ngjashme dhe e njëjtë me përdoruesit. Vetëm se komuniteti i përdoruesve të substancave kanë paragjykime të jashtëzakonshme dhe për atë janë më të izoluar, ndërsa personat të cilët janë të përkushtuar jashtëzakonisht ndaj ndërtimit të një imazhi dhe karriere, janë kryesisht janë të komplimentuar dhe të përgdhelur prej shoqënisë dhe janë më të pranuar. Pra, personat të cilat nuk kushtimisht nuk e kanë guximin e duhur me shku deri te kufiri i ilegales, përfundojnë duke sublimu këtë nevojë të paplotësuar me diçka që mund me gjetë mrena kornizave legale, çashtu që është varësia ndaj edhe profesionit vet, le të themi. Kemi sot në rrjetet sociale shumë që flitet për traumën, po që realisht nuk është ashtu siç deklarohet, pra nuk është gjithçka duket sikur çdo ignorim ose çdo mos përshëndetje tingëllon si traumë dhe paraqitet si traumë, që e cila nuk është ashtu. Pra kemi edhe keqpërdorim të fatkeqësive, kemi keqpërdorim edhe të trajtimit të personave që edhe kryesisht të temës së varësisë. Pra, mënyra që shohim varësinë sot është jo një mënyrë e shëndetshme, jo një mënyrë që ndihmon çdo kënd që ballafaqohet me varësinë. Në fakt është më shumë paragjykuese, e izoluese, edhe që e ngec individin rrjedhimisht, edhe ne si shoqëri shohim pasojat që ngecim në nivele të ndryshme, qoftë në nivel të shkollave fillore, gjimnazistët e tjerë. Shumë bukur që e përmendë atë pjesën e krijimit të varësive që jo domosdoshmërisht duhet të jetë droga apo alkool apo diçka që pasojat të cilat i shohim janë fizike më shumë se sa psiqike dhe emocionale, pjesa e karrierës edhe pjesë të tjera që është sidomos në shoqërinë tonë shumë dinamike, na bëjnë shumë dëm emocionalisht, por që me kalimin e kohës e kuptojmë, por në fillim jo edhe aq. Pse individi arsyeton përdorimin e substancave narkotike edhe pse kuptohet që është diçka e dëmshme për shëndetin, është diçka që sjell pasoja të rënda, shumë herë edhe vdekje, pse prap nga ato persona arsyetohet ky përdorim? Kur thua pse arsyetohet, unë e kuptoj kështu. Nevoja për mu arsyetu është një kërkesë e heshtur për mbështetje. Nuk është direkt arsyetim, është më shumë duke testu se sa jeti gatshëm për me ndihmu mu me kalu këtë, ose sa jeti i gatshëm për me më dhonë një zgjidhje alternative, dhe kjo i drejtohet rrethit të ngushtë ku ekspozohen. Pra unë më shumë e lexoj këtë si kërkesë e fshehtë për ta zgjidhur, sepse edhe ata e dinë edhe më mirë se unë se çka po ndodh me veten e tyre, me rrethin e tyre. E kuptojnë shumë mirë, më mirë se çdo kusht për damin. Megjithatë, ajo çka mungon në vetdijen e tyre mungon thjesht hapa drejt rrugdaljes nga kjo
nga ky fenomen, nga kjo temë që i tangon në përditshmërinë e tyre. Thjesht është një alternativë. Megjithatë kur themi mungon një alternativë, nuk po them për deklarata ose ligjërata qoftë të afërmeve. Shembull, na sot familja është shndruar në një shkollë, themi, ki prind të cilët i mbajnë ligjërata fëmijëve. Fëmiu, adoleshenti nuk ka nevojë për ligjërata, nuk ka nevojë për prezencë. Dhe këtu mundemi është tema tjetër që ku janë prindrit. Prindrit janë një prej faktorëve që influencojnë edhe afekton vendimarrjen edhe zhvillimin e fëmijës për të përfunduar në përdorimin edhe keq përdorimin e substancave. Me që jemi tek familja, e përmendte edhe vetë familja është një ndër institucionet primare shoqërore që kemi, edhe është aty ku fillon çdo gjë. Çfarë roli ka familja në parandalim, por edhe në zhvillim të varësisë nëse e shohim nga ana tjetër? Mirë që po e përmend, dhe mendoj që duhemi me pa si të tillë që familja është faktor në mbështetje, edhe faktor në nxitje sakt, po është një faktor që ndikon që fëmia të përfundojë deri në përdorimin e substancave. Roli i familjes është krucial, është substancial, është mendoj terapia që i mungon individit dhe i mungon shumicës së fëmijëve sot, pavarësisht që nëse janë deri në një gjendje substanca ose ballafaqohen me kriza të tjera. Megjithatë mendoj që i mungon shumë familja adoleshentëve sot, dhe kur po them i mungon familja, po përmendi këtu që i mungon një bab i cili sjell siguri, i mungon një bab i cili sjell interes, i mungon një bab i cili sjell kujdes për anëtarët e familjes edhe për dinamikën e familjes në përgjithësi. Për shkak që një mungesë e kujdesit nga baba është shumë i rëndësishëm në sensin që një fëmijë që nuk e përjeton një kujdes të tillë, një interes nga baba, është sikur përkthehet në pavedije, sikur nëse nuk kujdeset, nëse nuk ka interes, njeriu më i dashuri imi, prindi im, çfarë interesi ka shoqëria për mua? Pra kur zhgënjehet adoleshenti nga familja, kur zhgënjimi vjen nga rrethi i parë, nga kontakti i parë, nga tashimi i parë, krijon një zhgënjim, një frakturë aq të madhe emocionale, saqë kjo generalizohet mbrapa duke e përfshi shoqërinë, duke e përfshi edhe institucionet shtetërore, edhe kështu individi zhytet në zhgënjimin, dëshpërimin e vet. Brenda cilës errësirë, ai nuk shef model tjetër, nuk shef dritare tjetër, nuk shef zgjidhje tjetër përpos substancave. Për mendimin tim tek neve, nëse shohim kulturalisht mënyrën e funksionimit të familjes, nuk më ka pëlqyer qasja e siç e kemi mësuar ta kemi prindër fëmijë, ose ato rolet gjinore që kanë qenë gjithmonë prindi, baba sjell parat, nënën e ke për mbështetje emocionale, mendoj që është e dyanshme kjo që duhet jetë. Absolutisht. Nga të dyja palët, edhe prania emocionale shpeshherë është shumë e rëndësishme se sa prania fizike tek prindërit. A janë prindërit sot më pak të pranishëm emocionalisht? Ja, këtë e cekëm disa herë brenda bisedës, fatkeqësisht. Është e dhimbshme, të jam i sinqert, është shumë e dhimbshme. Po mendoj që kjo pjesa e gjinore që baba edhe kryesisht portretizimi i prindve si me një rol teknik dhe material ka qenë i gabueshëm dhe po është vështirë të ndryshohet pavarësisht që kemi shumë mendoj spoko intervenime publike ku sociolog, psikolog
filozof trajtojnë këto fenomene dhe fuqishëm trumpetojnë që kjo është një mënyrë jo e shëndetshme për familjen dhe është një mënyrë që sjell pasoja realisht për familjen. Unë duhet të theksoj këtu një diçka shumë të rëndësishme. Për shkak që e përmendë se baba sjell nona kujdes. Ajo që kisha dashur shumë me theksu këtu është që të dy prindërit sjellin dashni. Të dy prindërit sjellin kujdes. Të dy prindërit sjellin mbështetje. Të dy prindërit sjellin mirëkuptim. Vetëm dallon në kualitet. Mbështetja e babës, le të themi, është më tepër shtytse, është më tepër motivuese dhe që i jep fuqizuese për familjen, ndërsa mbështetja e nanës është kryesisht emocionale, është kryesisht të jesh prezente, sepse edhe nana atë që e bën më së miri është të jetë prezent aty me dhimbjen tënde. Pra, të dy të mbështesin dhe duhet të mbështesin. Megjithatë dallon vetëm në kualitet. Nuk është që nana mbështet e baba të motivon, asnjëherë nuk është. Të dy do mbështesin, të dy duhet të t'japin mirëkuptim, të dy do të pranojnë dhe duhet të pranojnë. Megjithatë, si të pranon nana dhe si të pranon baba, dallon vetëm në kualitete. Baba dallon, të pranon kryesisht kur vjen me rezultate, gjë që është shumë e bukur dhe është e veçantë. Nana të pranon për atë që je. Nana kryesisht për çdo ndodh, për shkak që unë punoj edhe me fëmijët. Dhe nga eksperienca e shef që fëmia në momentin që e bën ndonjë gjest për të cilin është i vetëdijshëm që nuk e ka kryer mjaftueshëm suksesshëm, ngushëllimin që e gjen shkon te nana. Por nana të pranon me tërsinë tënde. Dhe këtu nuk po krijojmë ndasinë, nuk po themi që këtë e bën baba, këtë e bën. Të dytë japin pranim. Megjithatë kualiteti se si e shfaqin atë dallon dhe kjo është pjesa e shëndetshme. Okej. Pa i kufizu rolet në ky nana i ka në protokoll këto mënyrat të pranimit apo kujdesit, baba i ka këto mënyra gjatë. Për gjatë historisë të pak janë parë ndryshe, mirë po, janë gjëra që ndryshojnë dhe me kalimin e kohës shohim që sadokudo kemi prindërim dhe shoqëri pak më të shëndetshme gjatë periudhave të fundit ndoshta. Cilat janë ato shenjat e hershme që një prind, për të gjithë prindërit që po na ndjekin momentalisht, nuk duhet i injoroj kur vjen puna tek përdorimi i substancave narkotike tek të rinjt? Një prej simptomave që vret shpesh dhe me ankesë me të cilët vinë prindërit është ndryshimi i suksesit në shkollë dhe ndryshimi i notave në shkollë. Kur po them ndryshimi, jo një ndryshim gradual, po një ndryshim i menjëhershëm, i aty për atëshëm, le të themi adoleshenti deri në klasë të 6 ose deri në vit të 2 të gjimnazit, është krejt sukses linear dhe është një moment ku është një ramje drastike. Kjo është një shenjë goxha serioze për cilën prindi duhet të marrë spaku konsultime profesionale. Spaku konsultime profesionale për shkak që është e rëndësishme edhe prindit sot të edukohen se si të trajtohen fëmijët dhe adoleshentët. Nuk është marrë, nuk është turp të pranohet se prindi nuk i din të gjitha zgjidhjet. Nuk është as pak marrë, nuk është as pak të turpshme që prindi të mos di se çfarë të bëj me një problem të caktuar. Përdorimi i substancave, mos suksesi në shkollë të fëmijës, apo ngecja në shkollë i fëmijës, apo izolimi i fëmijës nga shoqëria. Se çfarë të bëj, se si ta zgjidhe këtë çështje që ballafaqohet te tërë familja, është shumë në rregull që prindi ta gjej veten të hutuar edhe pas zgjidhje. Megjithatë, e mira e kësaj është që sot kemi bollshëm profesionistë të cilët janë të gatshëm të dalin në ndihmë prindëve. Dhe kjo është diçka për cilën duhet të jemi mirënjohës ndaj vetvetes si shoqëri, se sot kemi profesionistë të jashtëzakonshëm, profesionistë fenomenal që e bëjnë punën e tyre me shumë nder, të cilët janë të gatshëm me mbështet
prindërit, me ruaj dinjitetin e familjes, dinjitetin edhe fisnikrinë e prindit, duke në fund duke rezultuar me zgjidhje edhe një rregullim i familjes, i adoleshentit edhe i prindit me vetveten. Tani dua të ndalemi pak tek një temë po aq e rëndësishme sa të gjitha këto që i biseduam deri më tani, neve jetojmë me një epokë digjitale, këtë s'mund ta mohojmë dot. Sa është i rrezikshëm normalizimi i drogës në rrjetet sociale, në muzikë, në rrjet shoqëror, e kemi shumë të pranishëm. E përmendëm edhe në bisedën tonë pak më herët. Sakt. Unë do e kisha po në formatin që për ta ngrit vetdijen tek shoqëria dhe të gjithë personat brenda shoqërisë që ata janë të rëndësishëm dhe ata kanë një rol brenda shoqërisë. Tash, gjithë secili me profesionet e ndryshme, le të themi këngëtari me këngët e tij, piktori me pikturën e tij, poeti me poezinë e tij, zrugtari me zrugtarinë e tij, gjithë me formatin e tyre përçojnë një mesazh edukativ për shoqërinë. Cili është mesazhi edukativ për shoqërinë, pastaj është për të diskutuar. Dhe kjo pjesa është shumë e rëndësishme. Për shkak që na jemi të ekspozuar vazhdimisht ndaj përmbajtjeve të cilat ekspozojnë përdorimin e substancave, të cilat paraqesin një model dhe një fotografi që jeta me përdorimin e substancave është një jetë luksoze, është një jetë ku njeriu jeton duke i plotësuar dëshirat e veta, çka tjetër, megjithatë realiteti mbetet gjithë i kundërt. Çka kish kontribuar pozitivisht në këtë aspekt, mendoj që nëse shkollat dhe Ministria e Arsimit kish me inkuadruar brenda kurrikulës së shkollave, qoftë fillore, qoftë atyre të mesme, që nxënësit e klasave të ndryshme të vizitojnë qendrat për rehabilitimin e personave të cilët janë përdorues të substancave, nxënësit të klasave të ndryshme të vizitojnë edhe spitalin e psikiatrisë në Maqedoni, kudo qendrat më të afërta tek të cilat njerëzit shkojnë për këshillim dhe me gjetjen e mirëqenies personale. Pra, me këtë duhet të theksoj që digitalizimi është pozitiv në vetvete, është i mirë dhe është i mirëseardhur. Megjithatë, mënyra se çysh po shfrytëzohet nga shoqëria jo vetëm në nivel nacional të Maqedonisë, por edhe në nivel shumë të gjerë, qoftë të rajonit apo global, është e njëjta pasqyre ku kryesisht përçohen deri te masa, deri te adoleshentët, deri te fëmijët, video, fotografi, muzikë me përmbajtje të cilat as pak nuk e tregojnë realitetin të cilin e jetojnë personat VIP, le të themi, nëse janë të tillë, personat të cilët e bojnë një jetë. Mendoj që një këngëtar, kryesisht në Kosovë kemi këngëtarë, disa këngëtarë të cilët kanë dalë publikisht dhe kanë treguar se kanë marrë shërbime psikoterapeutike për gjendjen e tyre, edhe një prej temave të cilat theksohet është një jetë pa kufi, një jetë pa limite. Një jetë pa kufi është një kontakt me veten pa kufi. Ata të cilët nuk e njohin limitet e tyre, nuk e njohin veten e tyre. Fuqia qëndron te njohja e limiteve të vetvetes. Ata që i njohin kufit e vet janë njerëzit më të fuqishëm të shoqërisë, janë njerëzit më të fortë dhe më të gatshëm për të dhënë zgjidhje për çfarëdo problemi që paraqitet, sa ata kanë kontaktin më të mirë me veten e tyre. Gjithashtu, përveç të gjitha këtyre të vërtetave që i përmendet deri më tani, është edhe ekspozimi i një jete perfekte edhe në rrjetet sociale nëpërmes fotografive që i bëjnë njerëzit që japin një lloj presioni tek individët. E vërtet. Kjo është e vërtet. Në veçanti kjo vlen për të rinjt e shkollave madje fillore.
Unë punoj dhe kam punu si asistent arsimor në Shkup, në Kumanov, edhe qoftë edhe kam pa që edhe klasët e ulta, si klasa e 2, 3, 4, fëmijët i gjenë fëmijët duke komentu veshjen e njëri tjetrit. I gjenë fëmijët duke i gjyku veshjen e njëri. I gjenë fëmijët duke diskriminu shoqet e klasës në bazë të asaj që kanë vesh ose në bazë të backgroundit nga i cili vinë, pra pasuria. Ku e mësojnë këta fëmijë diskriminimin? E mësojnë nga prindërit. Sepse prindërit komplimentojnë fëmijët e tyre, sepse prindi i ka blenë Nike fëmijës. Dhe fëmija e kupton që unë jam i rëndësishëm kur unë posedoj veshje Nike, Adidas, whatever, Hugo. Pra, gjithçka që të rinjt shfaqin sot është simptom e prindëve. Dhe gjithçka që familja shfaq sot si simptom është për shkak të shoqërisë, organizimit shoqëror, dhe gjithçka që ka shoqëria është për shkak të organizimit institucional apo shtetëror. Dhe kjo është reciproke, dhe kjo prej shtetit afekton dhe influencon individin, dhe është ky rrethi vicioz, ndoshta që u përmend më herët, nga ju edhe nga profesor Musaj, nga i cili nuk po arrim të dalim për shkak që askush nuk po merr përgjegjësinë për veten. Dhe zakonisht përgjegjësia i dërgohet. Le të themi në rrethe familjare, biseda familjare, prindërit dhe kryesisht personat më në moshë përgjegjësinë e hedhin te rinjt, që këta nuk po din, këta nuk e di, gjykime para gjykime lloj-lloj. Nëse i pyet të rinjt, thonë këta janë, na nuk din çka është jeta etj. Nëse i pyet të dipalt, e hudhin përgjegjësinë te shoqëria dhe institucionet, që ata nuk po din me organizu. Pra përgjegjësia hudhet tek si një lojë ping-pongi, po realisht nëse të gjithë këto faktorë, të gjithë këto rrethe marrin përgjegjësinë mbi vete dhe fillojnë edhe rregullojnë vetveten, ne kemi me pa rezultate dhe pasqyrë, dhe kemi me pas një realitet krejt ndryshe nga ai që e kemi sot. Një tjetër fenomen shumë problematik që më duhet patjetër ta cek, se i përmendëm edhe shkollat si një pjesë kyçe, sidomos nëse inkorporohen në kurrikulat arsimore të tilla edukime që janë shumë të rëndësishme për të rinjt. Mirë po, pikërisht në shkollat tona, kryesisht shkollat e mesme, mos ta banalizoj të them filloret, shoh një tendencë për shitblerje të drogës pikërisht në oborret e shkollës, që është një fenomen shumë shqetësues për mua personalisht. Unë me sytë e mi nuk ka kaluar shumë kohë prej kur kam qenë në të mesme, kam pa të ndodh në oborret e shkollës. Sakt. Atëherë kush duhet të merr përgjegjësi dhe që të kontrollohet, të ndalohet si fenomen ky? Prap mendoj që përgjegjësia i takon gjithë secilit. Para se të fillojmë të japim përgjegjësi ka shkolla, le të fillojmë që gjithë secili të bashkohemi në një trojës të rrumbullakët dhe gjithë secili të marrin përgjegjësi. Pra, adoleshenti të merr përgjegjësi për veten e tij. Prindërit të marrin përgjegjësinë për rolin që e kanë, shkolla të merr përgjegjësinë për rolin që e ka dhe institucionet të marrin për rolin që e ka. Le të themi, i riu le të merr përgjegjësi për aq sa ka vetdije, le të themi edhe njohuri që për dëmin që i shkakton vetvetes me përdorimin e substancave, familja le të marrë përgjegjësi për kujdesin që duhet të ja jap, për shkak që njëri që përfundon në një situatë të tillë tregon që kujdesi ka mungu, dhe shkolla të marrë përgjegjësi për informimin e familjes, për edukimin dhe vetëdijsimin e të rinjve, gjithashtu edhe institucionet shtetërore të marrin përgjegjësi për sigurimin, vetëdijsimin e masës në tërësi, jo vetëm e nxënësve brenda shkollave, gjithashtu le të marrin përgjegjësi për të krijuar ambiente rekreative, argëtuese për të rinj. Për shkak që mungesa e ambienteve të duhura për plotësimin e nevojës për argëtim afekton, është faktor shumë i madh që të rinjt
arktimin më të madh e gjejnë aty. E pratë për fund një mesazh të bukur se jemi edhe në momentet e fundit të emisionit, një mesazh për të rinjt, ndoshta për ta parandalu këtë si fenomen e rritjes sado kudo, ose për t'i dhënë shpresë atyre që duhet të trajtohen dhe të shërohen nga ky fenomen. Ma shumë se mesazh kisha veç me nda me gjithë ata që janë brenda komunitetit të përdoruesve dhe jashtë komunitetit, si familja dhe gjithë individet, shoqëria dhe institucionet, është që le t'i shohim këta persona si pjesë e jona, të cilët janë pjesë e jona, të cilët edhe na kena në përgjithësi për gjendjen e tyre. Ajo që kisha mendon me ta është që mos ngurroni me kërku ndihmë profesionale, dhe për fund nuk ka zgjidhje të përhershme me përdorimin e substancave për një problem të përkohshëm, siç është neglizhimi familjar ose bullizmi brenda familjeve që ndodh, ose çfarëdo përjetimi që kanë brenda vetes si ngërç, edhe i stimulon, edhe i motivon, edhe i mbështet për drejt përdorimit të substancave. Kjo sigurisht që nuk ka zgjidhje. Mbështetja ime kish me qenë vetëm kërkoni ndihmën profesionale. Se sot kemi psikolog fantastik, sot kemi sociolog fantastik, kemi profesionistë të shëndetit mendor të cilët janë shumë profesionale dhe të dinjitetshëm dhe që besoj padyshim që do t'i dalin në ndihmë gjithë personave që kërkojnë ndihmë. Faleminderit shumë për këtë bisedë, shumë të këndshme dhe shumë informative mbi këtë gjë. Faleminderit, kënaqësi me qenë me juve. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për sot. Deri në takimin ton të radhës, bashkë mirupafshim.